Fushata 10 ditore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit ka nisur sot e do të zgjasë deri më 7 qershor në orën 7 të mëngjesit, kur do të hapen qendrat e votimit. Subjektet politike garuese kanë paralajmëruar aktivitetet hapse në disa qytete të vendit. Divizja vetëvendosje do të hapë fushatën me një tubim në Ferizaj, në palestrën e sporteve, që është paraparë të nisë në orën 19:30. Edhe Partia Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar takim me qytetarët në sheshin e qytetit të Ferizajt, duke filluar prej orës 20. Lidhja Demokratike e Kosovës do ta mbajë aktivitetin elektoral në sallën 1 tetori në Prishtinë, duke filluar prej orës 18. Ndërkaq Aleanca do të hapë fushatën zgjedhore me simpatizantë të saj në Gjakov prej orës 19:45. Partia Socialdemokrate të mërkurë me një aktivitet simbolik e ka bërë hapjen e fushatës. Gjatë fushatës elektorale që do të zgjasë 10 ditë, partitë do të kenë të drejtë të shpenzojnë 2.092.000 euro. Ka nisur zyrtarisht këtë ajnë fushata zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në këtë proces zgjedhor janë certifikuar 21 subjekte politike, ndërsa në garë për ujse në kuvend janë gjithsej 902 kandidat për deputet. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka bërë të ditur se kozgjatja e fushatës është e përcaktuar me ligj dhe do të zhvillohet për 10 ditë e shtator. Ai ka rikujtuar se bazuar në ndryshimet ligjore të miratuara në vitin 2023, fushata përmbyllet në momentin kur hapen qendrat e votimit në ditën e zgjedhjeve. Për 10 ditë e 7 orë, 21 subjekte politike me 902 kandidatët për deputet do të mund të zhvillojnë aktivitetet e tyre në kuadër të fushatës zgjedhore. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme i miratuar në vitin 2023, fushata zgjedhore përfundon me hapjen e qendrave të votimit në ditën e zgjedhjeve, pra ashtu si në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të vitit 2025. Dita e shtunë nuk do të jetë heshtje zgjedhore, ka thënë Elezi. Ai ka shëruar gjithashtu se trajtimi i ankesave për shkelje eventuale gjatë fushatës nuk është kompetencë e KQZ-s, por e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se ndihmat dhe mbështetjet financiare të fundit për qytetarët nuk lidhen me nisjen e fushatës zgjedhore, por me nevojën për të përballur me rritjen e kostos së jetesës dhe inflacionin. I pyetur nëse ndihmat e fundit kanë lidhje me fillimin e fushatës zgjedhore, Kurti tha se qeveria kishte planifikuar një pakot të re për përballjen me inflacionin, por sipas tij kjo u pamundësua nga zgjedhjet e parakohshme. Siç e dini, ne kemi pasur në plan të bëjmë pakon për përballjen me inflacion 2.0, mirë po kjo nuk u mundësua për shkak se u shkaktuan zgjedhjet e parakohshme të panevojshme, meqense patëm një bllokim opozitar sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit, dhe tash ne po përpiqemi të bëjmë çfarë është e mundur në mënyrë se qytetarët e Republikës në përballje me nevojat e shtuara në njërin anë dhe me pritje të rësisht të arsyeshme në anën tjetër, t'u dalim zot atyre, tha ai. Kryeministri në detyrë Albin Kurti gjatë një konferencë për media është deklaruar lidhur me themelimin e gjandarmerisë. Kurti ka thonë se e njëjta do të themelohet në përputhje me sistemin kushtetues, specifikat dhe rrethanat e Kosovës. Kryeministri në detyrë ka shtuar dhe se gjandarmeria do të ketë mandat për sigurimin e vijës kufitare, si asaj toksore, ujore e ajrore në tërë territorin e Kosovës, si dhe parandalimin e luftimit të gjitha llojeve të kontrabandës. Edhe ministri në detyrë Xhelaj Sveçja është deklaruar lidhur me formimin e gjandarmerisë, duke thonë se lidhur me krijimin e saj do të bisedohet edhe me aktorët e tjerë. I pyetur se a do të jetë edhe KFOR-i pjesë e grupit punues, ai ka deklaruar se pjesë e këtij grupi do të jenë përfaqësues nga institucionet e vendit si nga MPB dhe policia. 3 ministrat në detyrë Xhelaj Sveçja, Artani Rizvanolli dhe Dimaj Basha kanë qëndruar sot në veri të vendit, ku kanë marrë pjesë në heqjen e një tabele të shkruar në çirilik në ambientet e një objekti të hekurullës që ndodhet në Zveçan. Aty është vendosur edhe flamuri i Kosovës dhe tabela në gjuhën shqipe. Sveçja në një deklarat për media i pyetur nëse po e bëjnë për fushat politike, ka thënë se rendi dhe ligji duhet të jetë pranishëm kudo. Kjo është pjesë e detyrës sonë për të siguruar që ligji dhe rendi të jenë të pranishëm kudo në çdo pjesë të Republikës së Kosovës. Ky është një nga institucionet e fundit që ende vepronte në strukturat paralele ilegale të Serbisë dhe ne do të vazhdojmë të veprojmë nëse gjejmë ndonjë institucion të paletshëm, paralel të paletshëm në territorin e Kosovës, ka thënë Sveçja.
Prokuroria themelore në Mitrovic ka për të ditur se mbrëmjen e 27 majit në lagjen e Romëve në Mitrovic ka ndodhur një vrasje e rënd ku si pasojë e plagëve të marra në fyt nga një armë e ftoftë, thik, një burr e ka humbur jetën ndërsa është plagosur edhe vllau i tij. Sipas njoftimit thuhet se lidhur me rastin është arrestuar i dyshuari dhe me vendim të prokurorit kujdestar për krime të rënda, i njëjti është dërguar në mbajtje. Trupi i pajeti viktimës është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Prokuroria themelore në Mitrovic brenda afatit të paraparë ligjor për të dyshuarin do të paraqet kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, thuhet në njoftim. Një person ka vdekur në orët e mbrëmjes së të mërkurës nga të shtënat me armë zjarri në Prishtinë. Policia e Kosovës në raportin e sotëm 24 orësh ka bërë të ditur se i dyshuari është ende në Arati. Është raportuar për të shtëna me armë zjarri ku si pasojë viktima mashkull kosovar është qelluar nga i dyshuari mashkull kosovar i cili është larguar në drejtim të panjohur dhe ndodhet në kërkim policor, thuhet në raport. Viktima e vrasjes së mbrëmshme është Agron Hajdari, i njohur me Novkon Radulla. Dëshmitar nga vendi i ngjarjes kanë deklaruar se personi që ka shtën ka qenë i maskuar dhe pas kryerjes së aktit është larguar në drejtim të panjohur. Mëngjesin e kësaj të enjte, një 70 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti në rrugën Vitigi-Ravnisht. Rasti është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Xhixhanit Ismet Hashani. Ai ka njoftuar se aksidenti mes dy veturave ka ndodhur rreth orës 8:30 e në vendin e ngjarjes ka ndodhur njësitë të trafikut rajonal, ndërsa sipas hedimeve të para, lëndime trupore kanë pasur të dy drejtuesit e automjeteve, të cilët janë banorë të komunës së Vitis. Hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit janë duke u zhvilluar, derisa trupi i viktimës është dërguar në IMD për obduksion. Edhe një këmbësor në Pej ka vdekur pas goditjes nga një automjet. I dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes derisa mjekët kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Një vetur e ka goditur një këmbësor. Mjeku kujdestar e ka konstatuar vdekjen e viktimës në vend ngjarjes. Vozitësi është larguar nga vendi i ngjarjes. Prokurori i rastit dhe njësiti i aksidenteve janë në vend ngjarje. E ka konfirmuar për gazetën Express zëdhënësi Fadel Gashi.